Në fakt fillimi ishte diçka e papritur, edhe ishte diçka që nuk e mendonin, duke qenë se është vendet arabe janë disa nga vendet më të sigurta në botë. Por u zgjuam një ditë krejt rastësisht ashtu me anë të alarmeve, sirenave që vijnë si njoftimi në telefon, që janë bëra nga shteti vet. Edhe ishte diçka që na surprizoi dhe nuk dishim si të reagoshëm sepse është pak shok në këtë situatë. Pastaj e gjitha ka qenë, unë do ta quaj shumë mirë menaxhuar nga shteti ku unë jetoj. Po flasim parafersisht rreth 710 interceptime të prellave dhe dronëve të shuar drejt Bahreinit. Kemi humbje kolaterale, do ta quaja, por jo në jetë edhe jo të drejtë për drejta. Ajo që duhet të theksoj është sepse Bahreini po bën një punë shumë të mirë për ta mbajtur qiellin e pastër nga dronët dhe raketat, gjithashtu dhe për ta mbajtur edhe vendin e sigurt. Gjë që vlen më shumë për ne sepse e gjitha është e mira materiale dhe përgjatë sa kemi të gjitha mirat materiale edhe gjithçka vazhdon të jetë e sigurt, jemi okay deri tani. Çfarë ka ndryshuar ndjes për ndërprerjen? Çfarë ka ndryshuar përgjatë këtyre ditëve? Sa për referencë për personin që kisha përpara atje në Kuvajt, po më thoshte që aeroporti vazhdon të jetë i mbyllur, shkollat e mbyllura, te ju çfarë ndryshoi përgjatë atyre ditëve? Si për fat keq, Bahreini është një ishull që lidhet vetëm me Arabinë Saudite përmes urës. Edhe ne jemi si tush në front të Iranit, po ta shohësh në pjesë të hartës. Ajo që ka ndryshuar tani, aeroporti ka qenë i mbyllur deri para 2 ditësh. Edhe kjo ka qenë ajo pjesa më shumë e frikës, por megjithatë ura ka qenë gjithmonë e hapur, bordi ka qenë i hapur për të larguar drejt Saudisë. Tani shkollat mendohet të hapen nga nesër, edhe gjithçka pritet të kthehet në normalitet që nga nesër. Pra nga nesër pritet që situata të normalizohet për shkak edhe të çështjes së armpushimit. Shqiptarët nuk e di nëse keni një komunitet që jeni dhe afër njëri tjetrit, se kanë reaguar, ka patur shqiptarë të cilët kanë vendosur të largohen apo të rikthehen në Shqipëri për arsye sigurie? Po patjetër në fillimet e luftës, si thua, kishin disa krijuam grupin tonë të shqiptarëve, ne në fakt jemi një komunitet i vogël shqiptar, ashtu do të them rreth 30, edhe vetëm disa prej tyre janë me familje, edhe ishte ambasada shqiptare. Po, persona. Bahreini është shumë vend i vogël dhe jemi shumë pak. Po, edhe po më thoje që kishim kontakte me ambasadën shqiptare në Saudi, në Arabinë Saudite, dhe ishim në një grup të gjithë që informoheshim dhe ndiqeshim vazhdimisht, ku u kërkua se cili do të largohet me dëshirën e tyre, mund të largohen dhe ishte ambasada që vënë në dispozicion një fluturim. Por ishte pjesa e frikës sepse duhet që të kalonte në urë dhe shqiptarët duhet të mblidheshin nga këtu dhe nga këtu do të bëte transport deri në Riyadh dhe nga Riyadhi pastaj do të ktheheshin. E kuptoj, a pati ata të cilët u larguan, me që the pak që ishte pak e vështirë apo e frikshme si lëvizje? Shumë e vogël nga ata 30. Një pjesë shumë e vogël, shiko, është shumë, po, në fakt është shumë vështirë ta besosh edhe tani nuk të bën më përshtypje kjo pjesa që, okay, shiko, po ndodh luftë, ne dim qartë që nuk po goditen njerëz, edhe kështu që vetëm largohemi pak nga zonat që janë që mund të ketë disa shqetësime, ka pasur edhe që jemi strehuar, ka pasur edhe vende që i strehojnë popullatën, kështu që nuk mendoj se është koha që të largohemi. Edhe presim gjithsesi tani janë nga Islamabadi në Pakistan për një zgjidhje. Atë po presim edhe ne këtu në studio, teksa jemi duke raportuar dhe analizuar drejt për drejt ngjarjet. Unë uroj që të jeni mirë dhe sigurisht jeni në kontakt dhe me ambasadën shqiptare në Arabinë Saudite dhe uroj që situata me shqiptarë, po me gjithë sigurisht ata të cilët jetojnë aty të jetë sa më e qetë. Të falenderoj dhe uroj të ritakohemi për lajme më të mira.